çka e vret artistikisht dhe çka e motivon një krijues autentik? Po, për zotin nuk e di. është vështirë, sidomos tash. Është shumë vështirë, sepse tash po jetojmë në një jetë, në një kohë kur gratifikimi është i menjëhershëm përmes telefonit, përmes mediave sociale, kështu me radhë, po gjithashtu kur e qet një material, opinionet e tjerëve të më rrinë me njëherë të ti, i ki me njëherë përmes komenteve, dhe dush me qenë koxari fare Robocopi, për mësë me të bo për shtypja ato, po më kuptan? Unë e sa me sigur t'ja kësha njësë sot, a kisha mujt me qash gudzim, me dal qash i zhveshën, me do tekste që i komën në album të parin, cilat momentin kër unë i kam lansu, nuk ka qenë një ambient i tillë. S'ka pas Instagram, TikTok, Facebook, krejt këto, ku njerës mundën me edhe është një farë predispozite e njerëzve me thonë diçka keq, ma shumë se sa që është me thonë diçka mirë. Do të kjo është që ka e bën shumë të vështirë në këtë kohë. Dhe krijues të ri, këshilla për ta është mos me u dekuraju nëse ndjejnë diçka shumë fort, me i lyp do mentor që i kanë ofër, cilë din me i këshillu me dashni, edhe mos me të gju kërgjurëmën për rreth. Edhe mos me u tut me qi diçka me qenë lakureq me një tekst. Një farë mënyre, fama vjen shpejt, sot. Edhe kritika vjen shpejt, e shijon aty për aty. A është fama një lloj armiku i originalitetit sot në këtë jetë që po jetojmë? Gjof, për mu fama është çmimi që e pagun, fakt. Unë e kështu e përjetoj, se unë jam person ma privat, këm qef me pas një jetë private. Çmim që e pagun, po dikush është shpërblim që e dëshirojnë? Po tash, është aty po du me dalë, tash është bo fama si me si qëllim në veti. Qysh e më rinë atë famë nuk ka lidhe eq, dhe është me rëndësi më boj famë shumë. Ma njëna bën konga, shet diçka tjetëra, del bën diçka online, s'ka lidhe. Me rëndësi është me marrë që ata followera dhe më boj famë shumë. Ka qenë një kohë kur fama në dashtë me meritu me shumë talent dhe me shumë punë dhe me shumë mund, nuk ka qenë si sot. Edhe kjo është për shkak të ndryshimeve teknologjike, edhe për shkak të mediave sociale, edhe për shkak të kohës cilën na po jetojmë. Por unë për veti famën nuk e kam pa kurrë si diçka me shumë vlerë, nuk ka qenë diçka që më ka interesu, fama s'ka qenë arsyeja pse ju kam fut muzikës. Ka qenë krejt diçka tjetër. A ka enda artistë që jetojnë për muzikën apo veç shpatin e kemi? Cilin e dëgjon për shembull ti? Unë dëgjoj artista jashtë, ka plot për shembull. Në Kosovë po flasim, për shqiptari. Qëre, në Kosovë zakonisht nuk kom qef me i përmenë, se gjithë një dhënodë në e kështë se më përmenë mu, se i kom krejt shok. Por artistat jashtë që i përmendi, që i dëgjoj është për shembull Bon Iver, për qenë shumë. Ka dhe tjera, në Amerikë edhe në vene ku është tregu maj madhë, edhe nëse je artist ma underground, prap mund është me tu prej muzikës, se ka shumë njerëz, edhe ata pak njerëz që të gjojnë ty, prap janë shumë. Kupton, mund është me tu. Por është bo sere vështirë në krejtë botën.